padyshim që nuk mund t'i vë fajin të gjithin spakut, sepse kemi të bëjmë i shtetas Amerikan. Dhe nëse ka ardhur me kaq vonas për shkak të skajin Crochet, pra këtu është një lojë që kanë drejtuar amerikanët, sepse ai ishin shtetas që jeton në Amerikë dhe nuk ka fare në Shqipëri për të paktën 20 vjet, me sa kam informacion sa kam lexuar. Kështu që këtu padyshim që nuk është se mund të vihet faj spaku që pse s'ka arrestuar një shtetas amerikan, pavarësisht se s'ka nis hetime dhe t'i vinte drejtësisë amerikane dispozicion. Po se bën dot, sepse ka një gjë. Aruba është shumë larg, nuk ka lidhje me çështjen Aruba. Ili Shtufi këtu ka qenë, çeket këtu kanë qenë. Për këta po, pastaj një dorë ai Hamzai këtu ka qenë. Por ka një gjë, këto janë kompani të cilat kanë funksionuar prej vitesh, kanë një rrjet me rimangash, ai ishte koklavitus sa shumë vështirë që ti zbulosh. Megjithatë, unë shpresoj që me këto dokumente, me këto informacion të rinj që ka spaku, ti godasi, sepse në ato foto që kanë dalë, aty kemi të bëjmë tentativa për të krijuar kartele. Pra, nuk mund të themi ende që ka një kartel, por këto janë tentativa për krijuar kartele kriminale, kartele të trafikut të kokainës dhe më pas pjesa e pastrimit të parave që do kryhen në Shqipëri. Unë kam qenë në Zvërnec 2 ditë më parë, vajta edhe në Sazan, dhe një zonë gjigande që nuk ta kapte dot syri, e kishte gati 220 hektar, mos gabohem, që janë në pronësitë Artur Sheut. Nuk kam asnjë gjë me emrin, e heq një moment emrin. Ore si ka mundësi një njerëz që ka 20 ca vite që nuk vjen në Shqipëri. Një njerëz që qartazi, dhe ky është problemi i autoriteteve. Qartazi ka probleme me ligjin, i ka dalë emri për shumë çështje që lidhen me trafikun e drogës, pastrim parash e tjerë, siç është rasti konkret. Si ka mundësi të bëhet pronari një sasi e kaq të madhe me tokë? Se duhet këtë dhe të tjera, nuk besoj që ka ngelur vetëm aq. Si ka mundësi autoritetet, edhe këtu ne shkojmë përtej asaj që duket, autoritetet si lokale, si qendrore, si ka kaluar në hundë gjithë kjo gjëja. Se njerëzit po vuajnë dhe kjo është arsye që njerëzit dalin në protestë. Për një cop toke, një shqiptar... Në protestën e gjithë kjo goditje... Patjetër, ka një hovë. Më shumë se sa... Jo, Zvërneci, u hapën dosja e Zvërnecit, u hapë për shkak të protestës. Pra dosja e Zvërnecit, po mos ishte protesta, nuk do hapej. Për këtë bijem dakord dhe për mua fitoria më madhe kjo është. Pra që shkundi drejtsin, që ka shumë element që duhet të merresh dhe të merresh seriozisht. Dhe kjo çështja e Zvërnecit, unë kam përshtypjen që atje në fund të ditës do shkoj më lart se ç'a është tek emri Artur Sheut ose emra të tjerë. Aty duhet të ketë emra zyrtarësh lokal dhe pa dyshim. Berisha përmendi sot emra zyrtarësh. Po s'ka prova. Lart, jo, pa prova. Pa prova. Por ka një gjë. Jo, unë kam këtë. Atje patjetër që duhet të ketë zyrtar lokal të drejtësisë, i përmendi me të drejtë Almeri, të afërmta Alaudin Malajt, ndoshta edhe vet ai. Pra janë të përfshirë në çështjet e toka, shkojmë akoma më lart. Kjo nuk është bërë mendoj unë në rastin konkret pa një bekim të autoriteteve qendrore lokale, por dhe autoriteteve të qeverisjes qendrore. Nuk mundet që një hapësirë kaq e madhe toke të kaloj pa u vënë re. Por është një hapësirë e jashtëzakonshme. Të veni ta shikoni atje, po mund ta krahasoj edhe me zonën ku ju vini ose me zonën këtu. Është një hapësirë që nuk ta kap dot syri, nuk e shikon dot syri. Pra duhet të jesh një pikë shumë të lartë që ti ta shikosh gjithë vendin që ka një njeri. Si ka mundësi? Një njeri që nuk është se ka në çfarë biznesi ka. Është Donald Trump. Është si ndonjë oligark tjetër këtu në Shqipëri që ka vite që merr me biznes edhe ka një cop toke që është shumë e madhe. Por kjo është një gjë që nuk shkon. Dhe këtu autoritetet duhet merren seriozisht, edhe çështja e kullave. Te Eli Shtufi, emra të tjerë. Këto duam të kuptoj marrë. Emra të tjerë. Kemi të bëjmë me një prapavi që tenton që të bëjë atë që thotë Almeri, dekriminalizimin e gjithë ekonomisë shqiptare. Unë kam thënë herën e kaluar në studion tënde dhe këtë kam si tezë timen. Ka kohë që SPAK të ngrihet në nivelin e prokurorisë italiane të viteve 92, që nga një hetim i vogël në Milano u zbulua gjithë ai skandal dhe ai korrupsion që ishte në nivel qendror lokal. Mund të jemi në këtë pikë. Unë uroj shumë. Sapo ka filluar? Unë uroj shumë. Shqipëria ka nevojë për një maksi proces. Pra për një proces të madh dhe të shuhet një herë mirë, nuk do zhduket, të kuptohemi, por duhet të shuhen të gjithë ata që kanë lidhje me botën e krimit. Nuk duhet të jenë në poste publike me pakta. Si në bashki, si në këshilla bashkiake. Se janë dhe këshilla bashkiake problem. Nuk duhet të jenë në drejtori, nuk duhet të jenë kadastër
dhe mbi të gjitha, pavarësisht të operacionit që unë besoj të shkojë në fund, duhet të ketë një rishikim total të çështjes së pronave si janë shpërndarë në këto 7-8 vitet e fundit, që ka patur një interes të jashtëzakonshëm nga grupet kriminale, sepse ka qenë një fuqi e madhe ekonomike që ata kanë akumuluar për shkak të trafikut të drogës dhe kanë bërë shumë padrejtësi. Kanë marrë toka të njerëzve të thjesht. Arbër, kemi hyrë në këtë fazë, kjo është pyetja sepse unë dua të kuptoj, dhe qytetarët besoj duan të kuptojnë që a është kjo një vendimarrje që lidhet, domethënë ekskluzivisht vetëm për Zvërnecin, apo kemi të bëjmë me një vendimarrje? Janë 120 vila në Hamallaj, janë 120 vila në Hamallaj që u sekuestruan. 120 vila? Po. Tani më fal, janë diku të rreth 1 milion metër katror që është sekuestruar nga ana e prokurorisë posaçme. 500 milion euro në total. Që do thot 500 milion euro. Që do thot kjo është një goditje shumë e fortë që po i bëhet grupeve kriminale. Po grupe kriminale po niveleve të larta shumë. Por ka diçka, 1 milion metër katror ndërtim të sekuestruar është shifër më e larta në historinë shqiptare që sekuestrohet. Është një gjë shumë e mirë që po ndodh. Por ka një gjë. Krimi nuk ka operuar pa dienin dhe pa bashkëpunimin e politikës. Po flasë dhe po insistoj, ajo qendrore dhe ajo lokale. Duhet ketë goditje si në nivel qendror dhe në nivel lokal. Për mua duhet jetë një maksi proces redi. Në Itali u hetuan 5.000 veta, u zhdukën 5.000 veta nga skena publike, politike të biznesit, si antar të këshillave bashkiak, si biznesmen, si deputet, u shkatruan dhe u fshin nga jeta politike e Italisë 2 parti që kishin dominuar vendin për 40 vite, Demokristianët dhe socialistët në Itali, dhe se kanë marrë më veten që nga ajo periudhë kohe. Sepse Kraksi, kryeministri në atë kohë i kohës, ishte socialist dhe shkoi dhe mbylli ditët e tij të jetës në emigrim. Pra fitoi azil politik. Dhe e njëjta gjë duhet vi dhe këtu. Duhet vi apo po vjen? Këtë duhet kuptoj, Arbër. Nuk jam i paqartë. Duhet vi apo po vjen dhe ka një, domethënë me sinjale që na vijnë nga jam i paqartë, di pse jam i paqartë sepse shkojmë pastaj tek ajo që është pyetja më kruciale. Ikën PD-ja, pra ikën Rama, ikën Berisha, që do ikin një ditë sepse nuk mund të jenë aty në përjetësi. Tani unë shikoj gjeneratën e re që do vi. Ose shikoj elementin, faktorin e tretë, që është protesta. Tani, unë kam qenë dhe jam të njerëzit që mbështes shumë protesta. Shkoj atje për ditë, i kam ndihmuar në rrjetet sociale, i kam mbrojtur publikisht, kur kanë qenë që janë vënë në cep dhe janë goditur me bataren, si të PS, si të PD-s. Se PD-ja është shumë hipokrite, Zoti Berisha në fillim tha, është protesta anti-Trump, tha. Është protesta anti-projekt, e tjerë. Do dalim të protesta. Dhe tani i përdor. Dhe ta analizojmë këto vektor që aktualisht po ka protesta që të kalojnë në nivelin e zëvendësimit të klasës të vjetër politike, duhet kalojnë në nivelin tjetër tani, duhet të rritet nivel. Dhe niveli kush është? Ora duhet të jetë një grup sepse ata duan ndryshime kushtetuese për sistemin zgjedhor. Duhet të jetë një grup që do bëj propozime, se kush do të bëj propozimet? Një njerëz. Duhet të jetë një grup i cili do bëj propozimet për çështje të tjera që lidhen me paketën e maleve, me investitorin strategjik. Pra, do bëhet qeveria teknike, se ata kërkojnë qeveri teknike. Si do ta bësh? Do ta kërkosh prapë PS-s dhe PD-s që të japi mundësinë të zgjedhësh qeverinë teknike. Po ato i kanë deputetët. Pra, ka shumë element, pikërisht pra, prandaj them. Prandaj po je i paqartë në raport me këtë nuk e kuptoj dot. Këtë nuk e kuptoj dot. Pra, është serioze për të fshirë një klasë politike apo jo? Por gjëja që po kuptoj, që po ta lë një moment sikur nuk është pjesa serioze te politika, shikoj një qasje tjetër ndaj krimit të organizuar, që është një qasje më agresive dhe është një qasje e cila fatmirësisht, po dhe fatkeqësisht, po fatmirësisht nuk bie në sy. Pra, zoti Bravo ka bërë vetëm njoftime për shtyp, nuk ka patur atë pompozitetin e zotit Dumani, po ndërkohë realiteti është shumë i fortë. 1 milion metër katror ndërtim është një nga vlerat më të larta dhe një nga shërbimet më të mëdha që i bëhet vendit, sepse goditet ata që merren me trafik droge dhe pastim parave, por ndërkohë jep edhe një sinjal njerëzve të tjerë biznesit, ulni çmimet zotëri. Ulni çmimet sepse jeni duke abuzuar për shkak se keni shumë para të pistë dhe i mbani çmimet e larta. Almer, besoj te filmi Oktapodi ka qenë ajo për ta bërë për ata që na ndjekin. A janë këto goditje atje lart, siç zakonisht domethënë nën kuptohet? Lartë në ç'kuptim?
a konsiderohen goditje në nivelet larta, këtë paprekshmet? Nëse shkojmë, nëse i analizojmë gjithë këto figura, a janë këta apo preken paprekshmet? Për sa kohë në botë, vullneti është ndarë në të mirë dhe në të keqë brenda njeriut, pra ne kemi dhe të mirën dhe të keqen dhe ne zgjedhim me vullnetin tonë të jemi të mirë apo të këqij në këtë botë, atëherë sa tjetë bota do luftoj dhe e mira dhe e keqja. Sa tjetë bota do luftoj dhe krimi organizuar nga ana tjetër, edhe shteti nga ana tjetër. Me keqja problemi nuk është kjo përballje e krimit me politikën, përballje e krimit me policinë apo me drejtsinë. Problemi është kur politika bëhet kraj krimit kundër drejtësisë, kur politika e mbështet krimin për interesa caktuara ekonomike dhe politike dhe policia bëhet e pafuqishme përballë tyre. Kur një bandit e ndalon policia në rrugë dhe i thotë unë të heq kapelen. Kur një bandit dhe kriminal del në rrugë dhe thotë shiko se unë marr ministrin telefon mos ndalon mua dhe polici thjesht nuk di çfarë të bëj. Kur Sajmir Tahiri dhe Edi Rama në 2013 kanë abizuar Shqipërinë dhe policët hynin parcel me parcel dhe numëronin rrënjët e shefave dhe merrnin pjesët e tyre, ndërkohë që Habila i transportonin në Itali. Kjo është ajo që është më e rënda. Që do ketë betejë sa tjetë jeta midis krimit, drogës dhe policisë, kjo është e ditur. Tani çfarë ka ndodhur? Se kjo është, a kemi hyrë në një fazë të re të goditjes së krimit organizuar. Ne jemi jo më pak se 2 vjet dhe jo më shumë se 3 vjet nga antarësimi me Bashkimin Evropian. Është një proces që do të ndodhi, pra Shqipëria do antarësohet. Dhe unë këto e besoj. Dhe pragët e antarësimit neve nuk do Europa që të na marrë, të na bëj pjesë si një trup i bërë pis nëpërmjet parave të drogës, korrupsionit, nëpërmjet një shoqërie të diskredituar nga kupola politike e kohës dhe momentit që ka përdorur çdo lloj forme për mos plotësuar asnjë standard evropian. Tani shqiptarët Europa mund t'i pranojë shqiptarët dhe pa arsim cilësor, mund t'i pranojë edhe me një ekonomi të dobët, mund t'i pranojë edhe me shëndetësi të dobët, sepse këto janë sektorë që rinovohen, janë sektorë që përmirësohen, por kur Europa nuk të lejon të pranojë të marrë brenda vetes një klasë politike të korruptuar dhe një shoqëri të inkriminuar, ku kupola e krimit është ajo e cila sot ka fjalën dhe ka arrën dhe gurrin edhe vendos ajo se çfarë duhet ndodhë në Shqipëri. Këtë gjë nuk ta pranojnë. Nuk ja pranuan Bullgarisë. Arrestuan në zyrë ministre dhe kryeministrin. Ndodhi, kjo që po ndodh në Shqipëri sot ndodhi në Kroaci në 3 vite para antarësimit. E shkatruan klasën politike, e shkatruan sanaderin e çuan në burg, shkatruan establishmentin ekonomiko-politik të kohës. Pra, nuk është rastësore kjo që po ndodh këtu. Zotëri, një oligarku shumë të madh në Shqipëri, oligarku më të madh në Shqipëri është sekuestruar telefoni, janë sekuestruar dokumenta sensitive në zyrën e tij, që është i përfolur, që spak di përmjet dokumentacionit që ka pasur një lidhje me Artur Sheun. Gjithashtu do ketë oligarkë të tjerë të cilët janë pasuruar në mënyrë të llahtarshme ndaj çdo lloj shifre të paimagjinueshme ekonomike, rritje ekonomike. Nuk mund të ndodhë që një të thyej të gjitha ligjet ekonomike në biznes, sepse çdo biznes e ka të matur fitimin. 5% fiton, po them, uji, kafeja, ndërtimi, dhe ne i dim sa është marzhi i fitimit. Tani këta oligarkë dalin me super fitim, si u bën këta, janë gjeni? Këta nuk janë gjeni, jo. Këta janë thjesht disa njerëz që kanë marrë paratë e drogës, i kanë futur në biznesin e tyre dhe kanë para të ndërtojnë dhe të blejnë çfarë duan ata. Ata kanë para të blejnë drejtësinë. Ata kanë para që të shfaqin shifra të frikshme, të blejnë median. Ata kanë para që të ndërtojnë ku të munden vila dhe resorte. Por si bën këta me fitimet e tyre të ndershme? Jo, nuk i bën, sepse ne e dimë që në këtë vend ka njerëz që punojnë një jetë për blerë një shtëpi, punojnë një jetë për ndërtuar një shtëpi, sepse koeficienti i fitimit nga paga e tyre nuk lejon që ti të bësh çmendurira të blesh 2 apo 3 shtëpi, se këtu jetojmë ne, këto ardhura kemi. Nuk të lejon që një biznes normal fitimi, ndërtimi që fiton 20% ka fitimi ndërtimi. Këta dalin me 50%, si dalin? Paratë e drogës pra. Këta vetëm bëjnë pastrim, apo bizneset e tjera që bëjnë pastrim parash dhe ndërtojnë resorte luksi, vila luksi, vila nga 1 milion, 1.5 milion, 2 milion euro, si u bën këta? Ja pra këto paratë e drogës, këtë bëri shoqëria. Këtë bëri politika. Dhe shoqëria çfarë tha? Ne nuk e durojmë dot me këtë zotri, tha. Ne do dalim në shesh, do dalim në rrugë.
Ja, te protesta do shojmë. Pra, më le ta mbaroj. Pra, kemi të bëjmë me një lloj fenomeni social që ka plasur, kur ka plasur Edi Ramës kjo? Nuk i plasës mandatin e parë, as të dytin, as të tretin. Në mandatin e tij më të fuqishëm, se do thotë është plotësuar etapa kryesore, është mbyll cikli. Pra po mbyllet cikli Edi Ramës. Dhe ky cikël do thotë që Edi Rama në pozitën e tij më të vështirë, ku ka 83 mandate, i plasë kjo bomba e madhe e amerikanëve në bashkëpunim edhe me qytetarët që s'po durojnë dot më. Ore do, ti e di shumë mirë se çfarë ndodh me kredit. Nëse do të blesh një apartament në Tiranë që kushton 150 deri në 200.000 euro, do të paguash 800 euro kës kredie. Dhe paga minimale është 900 euro. Si do t'i paguajnë këta të rinj, të brezit ton, apo të gjitha të rinj që janë në shesh, do ta bëjnë apartament. Pra, ka shkruar në një traumë sociale e gjithë ky realitet i involvuar nga aparatet drogës me bekimin e Edi Ramës. Arbër, a mendon se po goditet ajo kupola e paprekshme, është e njëjta pyetje. Kemi hyrë tek faza e goditjes të paprekshme, atyre që deri dje ishte pa imagjinueshme që Shiko, e pa imagjinueshme nuk ka qenë do t'i trokisën der. Që nga momenti që SPAK arrestoi Ilir Metën, që nga momenti që SPAK eliminoi bandat e fushkryes me arrestimet nga Skajen Kroqet, që nga i momenti kuptuar që nuk ka të paprekshëm. Pra, këta njerëz, këto grupe kriminale, që flite që janë të paprekshëm, nuk kanë qenë në asnjë moment, kanë qenë vulnerabël, por kanë qenë të kujdesshëm që nuk bënin zhurmë. Çfarë do thotë zhurmë? Nuk bënin vrasje, siç kanë bërë grupet e tjera, nuk bënin ato marrje Po, pra po. Ato po them. Pra nuk bënin vrasje siç bënin grupet e tjera kriminale në mes të ditës, pra bënin zhurmë, kishin gjak, ishin më të sofistikuar, dhe ky është krimi i sofistikuar. Ky është krimi i vështirë për të goditur, sepse ata mund të kenë dhe kompani fitin prurse, ne nuk e dim. Dhe nga ty kanë bërë kanalizimin e parave, i kanë full sistem, edhe ka një gjë, se dhe kjo puna që e dëgjoj për çmimet e apartamenteve është shumë të larta, dhe unë bie dakord, po nuk e kontrollon dot shteti. E kontrollon Shteti nuk vëdo tavan. Inflacioni. Jo, po të pyesë ekspert ekonomie, pyet si futet paraja e pisët, si e ngret çmimin, si ul. Ore, nuk e kontrollon vendi pa integruar Bashkinë Evropiane që ka ulur euro në 1 zotëri. Në 1 euro me 90 peso, si ndodh kjo? Çmimin është efekt ekonomik aty në vilave aty që shikojnë në ekran, po jo pra tani. Çmimin nuk e kontrollon dot shteti. E kontrollon jashtë masë shumë, nuk ka lidhje fare. Involvimi, zotëri, un kam, e di zot. Inflacioni nuk e kontrollon shteti, kontrollon Banka e Shqipërisë. Meri pyet inflacioni kontrollohet në këtë mënyrë. Un kur nuk kam para të ndërtoj çmimin. Kur kam para them më mirë stok, edhe pas të ndërtojmë kam punuar në një televizion ekonomik dhe di shumë mirë si funksionon. Edhe ne, edhe unë nuk jam ekonomist, po informacioni bazik për këtë çështje kam. Inflacioni kontrollohet nga Banka e Shqipërisë, që është jashtë tutelës së qeverisë. Mos i ngatrojmë gjërat. S'ka lidhje inflacioni në këtë rast. Ky është inflacion i deklaruar dhe i pa deklaruar. Ky është inflacion i pa deklaruar zotëri, i cili i detyron ata të ndërtojnë pa shitur. Por ç'u kupton të ndërtosh pa shitur? Ku e gjen garanci financiare? Ore nuk ka logjikë ekonomike o arbër. Nuk mund të ndërtosh pa shitur. Nuk mundet të hedhësh lëkullën e parë të dytën, dhe ti e mban çmimin aty, nuk është një sistem i gabuar, edhe unë jam dakord. Është një sistem që nuk e kontrollon dot. Sepse si se kontrollon në mënyrë, mos lejo mund ta kontrollon fuqin e parave në treg, është shumë e thjeshtë. E detyron shtufin që të çesë me 1200, jo 3500. Po se detyron dot. Po e detyron më zotëri. Po zotëri, nevoja për para do ta çojë këtë njerëz. Nuk ka nevojë për para s'ka lekë drogës. Nevoja për para e çon në kreditim. Mos pati kreditim, ky njerëz do të ulë çmimet. Kosta e ndërtimit në Tiranë i fillon 900 euro. Po nuk ka lidhje kjo, pjesa e kreditimit nuk ka lidhje me qeverinë. Qeveria do bëjë vetëm një gjë. Shteti kontrollon çmimin e materialeve, po jo çmimin. Duhet të bëj një gjë, vetëm një gjë mund të bëj qeveria, me tatimet të bëj një auditim skrupuloz për të parë me çfarë lekësh ti ke bërë këtë kull dhe me çfarë lekësh ti ke futur në sistem, si ke futur lekën në sistem. Nëse ti nuk i ke futur lekën në sistem nga shitja, pra leku i pis kështu kontrollohet. Nuk kontrollohet dot me inflacionin e më thash. Arbër, që të diskutim. Arbër, tani thonë që për të kthyer pak, Leutnant generali i cili u konfirmua nga Senati për ambasador Shqipëri, ajo, domethënë me thonë edhe kolegë tanë, komentatorë ndryshëm, thonë që është ai generali që do të heqë luftën që po ndodh në Shqipëri kundër këto janë dëshira. Bandave, karteleve etj. Këto janë dëshira. Pra pa u vajtur akoma në zyrë, duke qenë në shtëpinë e tij duke bërë gati për të ardhur, duke bërë gati valizhen, nuk më thotë që ky është efekti që dha ambasadori i ri. Po se shikoj ka një lufte, ka një lloj egzaltimi. Po ne jemi kushte lufte fizike, po jo kushte lufte për shkak të